Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi situatën politike teksa pritet vendimi i gjykatës kushtetuese për Belinda Ballukun, por çfarë e pret vet Belinda Ballukun dhe Edi Ramën, dhe cili do të jetë fati i tyre? Për të folur për këtë çështje, por e tematika të tjera, ne kemi të ftuar avokatin e njohur Zaçe Islami. Zoti Islami, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zoti Islami, çfarë po ndodh mes Edi Ramës dhe Belinda Ballukut, por edhe sistemit drejtësisë, teksa presim ditën e premte që gjykata kushtetuese të vendosë mbi fatin e Belinda Ballukut? Praktikisht në Shqipëri ka vdekur demokracia. Praktikisht në Shqipëri është rivendosur tërësisht 100% diktatura e Enver Hoxhës. Me të tëra të zezat e saj, por me një plus, se në kohën e Enver Hoxhës njerëzit ishin të tërë të varfër, sklever. Sot, kjo diktaturë ka nxjerrë në krye ish drejtuesit e partisë Enver Hoxhës, komunistët shqiptarë, ka nxjerrë në krye dhe i ka bërë milioner dhe miliarder, dhe popullin e varfër e ka katandisur o të marrë rrugët e mërgimit, ose të nënshtrohet këtu të jetoj me bukthat, me buk me qep, me ç'të gjë, me ç'të haj. Pra, populli jeton në diktaturë dhe nga momenti që jetojmë në diktaturë, atëherë mos prisni drejtësi. Ju thoni çfarë do bëj gjykata kushtetuese me këtë zonjën Balluku. Në ndryshim me diktaturën e Enverit, që Enveri për një gjë më të vogël i çonte në litar dhe në pushkatim hajdutët dhe vjedhësit, dhe kam parasysh të ashtu quajturin Beu i Saukut, ju nuk e dini, po para një 40 vjetësh është dënuar një qytetar në Sauku i Tiranës, sepse diçka i kishin dalë deficit në magazinat e tij, ishte magazinier, dhe u dënua me vdekje. Ndërsa sot mund të vjedhin, mund të grabesin, mund të bëjnë çfarë të duan dhe nuk japin llogari. Që të dalë me gjithë këto probleme sipas Spakut dhe sipas Byros Kombëtare të Hetimit. Nuk e di, si kam parë në dokumentat e zonjës Balluku, por që të akuzohet zonja Balluku për të tilla grabitje, për të tilla vjedhje, për të tilla mungesat monstruoze të parave të shtetit e të taksapaguesve shqiptar, dhe të mos dënohet, por të mbrohet me ligj, të mbrohet jo me ligj, se ligji nuk e mbron atë, po të mbrohet me kështu dua unë, sepse unë, shteti jam unë, thoshte Luigi 14, në këtë situatë jemi. Edi Rama thot shteti jam unë, dhe dënoj këtë dua, fal këtë dua, çoj këtë dua, lë këtë dua. Pra, praktikisht nuk vepron drejtësia, drejtësisë janë lidhur duart, ndash gjykatës kushtetuese, ndash Spaku, ndash kujtdo tjetër. Janë lidhur duart, nuk bëhet dënime, nuk bëhen arrestime, nuk bëhen akuza, nuk i bën asnjë. Thjesht bëj loj fjalësh, tallen me njerëzit, shqiptarët si mendjelet që janë, se po e them, se më vini natë që e them, po e them se është e vërtet, si mendjelet që janë ose që janë në gjumë letargjik, nuk ndjen se në të gjithë botën një rast e tillë do ishte ngritur i gjithë popullin protest, dhe do thuaj ktheni parat. Kjo gjë në Shqipëri nuk ndodh. Nuk ndodh, jo vetëm kjo, por nuk ndodhin gjëra edhe më monstruoze. Edi Rama thot se drejtësia është duke i cënuar cilësinë e qeverisjes, dhe nëse i heq numrin 2, siç është Belinda Balluku, është duke i prishur punët qeverisë. Në këtë rast, ju si e shikoni, sa puni ka prishur deri më tani fakti që Spaku e ka pezulluar nga posti i zëvendës kryeministren, sa puni ka prishur Edi Ramës dhe vetë vendit? Spaku realisht i ka prishur punë pushtetit e Edi Ramës. I ka prishur punë diktaturës së Edi Ramës. I ka prishur punë vazhdimësisë së vjedhjeve të Edi Ramës nëpërmjet zonjës Balluku. Sikur se thot shtypi, nuk marr përsipër asgjë, vetëm me ç'dëgjojmë në media. Pra, Edi Rama është goditur atje ku i dhëm më shumë. Pra, drejtësia unë bëri një lëvizje, tërbulloi pak ujërat, por nuk ka përfunduar asnjë. Dhe Edi Rama praktikisht Ballukun e ka akoma ministre, atë Erion Velin e ka akoma kryetar bashkie,
këta nuk njohin dorëheqjen, këta nuk njohin drejtësi, këta nuk njohin asgjë. Zotëri, jemi në diktaturë të plot, në diktaturë gangsterësh, në diktaturë hajdutësh, në diktaturë të vendosur nga krimi, nga bota e krimit, jo në diktaturë të vendosur nga idealist. Tu s'ka ideal, tu ka vetëm vjedhje, tu ka vetëm kush të vjedh më shumë. Pra, në këtë rast, po. Në këtë rast në filozofinë e tij, zotëri, Edi Rama ka atë thënie të Luigjit 14. L'état c'est moi. L'état c'est moi. Pra, unë jam shteti. Dhe praktikisht Edi Rama shteti, se në asnjë vend nuk kontrollohet, në asnjë vend nuk jep llogari, në të tëra drejtimet është ai vetë zot, vetë shkop. Kush i kërkoi llogari s'ka, dhe drejtësia akoma nuk është e damllosur, pse them kështu e paralizuar, sepse a u arrestuan Sali Berisha, tani në zonën të lirë, kur gabuan, kur arrestuan apo tani që në zonën të lirë? Të na thonë, kur kanë gabuar me Sali Berisha? Sepse këtu po bëjnë gjëra të habitshme dhe s'flet njëri, ndërsa e ashtu quajtura opozit hajdutësh, opozit banditësh që kanë vjedhur më tepër se sa këta që po vjedhin tani, lufton pse nuk shpërndajnë tendera, pse nuk marrin tendera, pse nuk vjedhin do. Që në fakt vjedhin, bashkëpunojnë bashkë, kullat i kanë bashkë në Tiranë, i kanë bashkë kullat me Sali Berishën, që të gjitha, pa përjashtim, të gjitha ndërtimet e bizneset e tjera kanë bashkë, por i kanë pa zhurmë pa bujë. Shqipëria është në ditë hallit. Shqipëria ka mbaruar, ta dëgjojnë qytetarët shqiptarë, Shqipëria praktikisht ka mbaruar si shtet. Zoti Islami, në këtë rast, a është duke mbrojtur veten e tij Edi Rama se në një rast caktuar nëse bie Belinda Balluku në një mënyrë ose në një tjetër, ai do duhet shkojë përballë drejtësisë? Ai e kishte shumë të lehtë, në qoftë se vetë do ishte i pastër, e kishte shumë të lehtë dhe shumë të pastër, fakti që u akuzua zonja Balluku, po dakor, ka dhënë urdhër prokuroria që të merret në hetim me pandehur, po atëherë e zëvendëson me një tjetër se nuk humbi partia në pushtet për hajdut të tjerë, ka sa të duash. Por jo, me Belinda Ballukun atë e lidh tjetër gjë. Me Belinda Ballukun e lidhin aferat korruptive, hajdutllëqet, vjedhjet dhe gjithçka që është bërë në punë të shqiptarëve. Pra, është kjo arsye që nuk e lëshon Belinda Ballukun ai. Po këtu s'ka drejtësi, s'ka shtet, s'ka demokraci, s'ka si gjë mu. Nuk i thot njëri gjë që kjo që po bën. Kush i thot, asnjë si thot. Del Sali Berisha dhe bërtet natë për natë atje, po bëj foltore, thot, vetëm flet. Do kalojmë edhe te opozita dhe vetë Berisha. Po në këtë rast, sa i përket çështjes Balluku dhe ndërhyrjes në sistemin e drejtësisë nga ana e kryeministit Edi Rama, vetë shoqata e gjyqtarëve në një mbledhje që ka pasur ditën e sotme ka dënuar deklaratat e kryeministrit Edi Rama duke cilësuar ato si presione dhe ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Në këtë rast, a do ta stopoj kjo Edi Ramën dhe që të bëjmë mbrapsht me deklaratat e tij kërcënuese deri diku ndaj sistemit drejtësisë sa i përket rastit të Belinda Ballukut? Qa pushteti ka shoqata e gjyqtarëve? Ka ndonjë pushtet? Mund të vendos për marrë ndonjë vendim, të vendos për ndonjë absolutisht asnjë. Shoqatës. Shoqatat janë shoqata. Siç është shoqata Bilal Golemi në Golem në Gjirokastër, ashtu është shoqata e gjyqtarëve. Nuk është për të qeshur. Shoqata. Po gjithsesi ka reaguar sepse një reagim duhej ndaj deklaratave politike ndaj sistemit drejtësisë. Po pse pak reagojmë neve, jo, s'ka nevojë për reagime. Reagimet janë të përditshme, i thonë qytetarë shqiptarë. Shkoni bëni një, si thonë asaj Vox Pop, si thonë në Vox Pop. Vox Pop. Shkoni atë bëni një intervistë të qytetarëve të shifni se çfarë do thonë. Edhe çfarë po thonë bërdit. Edhe me aq sa lejohen, aq sa lejojnë mediat e mëdha që janë në dorë të Edi Ramës. Jo zotëri, shoqata është shoqatë, s'ka asnjë gjë në dorë, thjesht më ka që nëna me lagojnë, tha njëri në Tiranë. Nga ana e tij, Edi Rama i është përgjigjur vetë, po themi, në një mënyrë indirekte kësaj deklarate të shoqatës gjyqtarëve, duke thënë se për sa kohë sistemi i drejtësisë pra kërkon që t'i cënoj qeverisjen, edhe ai ka të drejtë jap opinionin e tij.
në këtë rast, ju si e shikoni vetë fatin e Edi Ramës përballë sistemit drejtësisë, a do ketë një moment që Spaku mund të veprojë kundrejt tij? Jo. Pra që kosa Spaku emërohet nga ky parlament dhe nga ky pushtet, nga ky ekzekutiv, absolutisht asnjë gjë se gjen Edi Rama. Fare. Mos gënjejnë veten. As mos na gënjejnë kushtot që do ta arrestojë do dy asnjë gjë si bëni. Se po që për t'i bërë kështë e bërë me kohë, faktet i kam, provat i kam, të tëra jam gati. Asnjë gjë si bërë, nuk e gjën gjë zotëri. Nuk përmbyset Edi Rama ashtu. Edi Rama Po nëse fundoset Belinda Balluku? Do vërtet, do bërë një Belind tjetër, sa Belindra ka ai atje në parti, ka sa të duash, të cilat mund të zvendësojnë këtë Belind. Nuk është. Jo, këtë mund ta kishte bërë me kohë, po duket sikur i friksohet kësaj gjëje, sepse nëse ikën Belinda rrëshket dhe ai, me sa duket. Po ta thash pak parë, ai Belinda nuk e do, nuk e mban se ai dhimbset Belinda ose se i dhimbse se do mbetet qeveria pa i thënë kryeministër. Jo zotëri. Po pra, në rastin e Ahmetajt, po. I kanë ai bashkë me Belindën. Në rastin e Ahmetajt nuk u dhimbë sa shumë. Keni parasysh deklaratën e Belindës që i tha, ty i tha zotëri nuk të lejoj, unë i tha, ti i tha nuk ma bën dot mua si që ja bëri baba ju të gjyshit timi, tha për Bekir Balluku. Ajo ja tha pas të fare troç, është të mëresh ajo në të pikun i heq kapellën. Dhe ajo prandaj bën presion këtij dhe Mirja bën, se ajo nuk i kën pa hoxh themi neve. E ke parasysh që hoxha kur des njëri vete i këndon salavatin atje te varri? Edhe ajo nuk i kën pa hoxh. Kështu që Edi Rama e di mirë këtë punë. Ndaj, nëse ka njëri në këtë planet të cilit ai trembet si shejtani nga Temjani, është Belinda Balluku. Ndaj nuk e lëshon. Ndaj dhe ai shkel të tëra ligjet, të tëra rregullat, të bërë gjithçka me kushtetut, me kod penal, me drejt me të birë, nuk pyet fare, se është në krye natyrisht, ka dhe atë bandën e strukturuar për bukuri që e mban afër dhe që e mban në krye, domethënë piramidës, dhe nuk e gjen gjë. Mund t'i këtë Edi Rama nëse në Partinë Socialiste do krijojë një koalicion, një fraksion me rreth 40-50 vetë, ti thot pa i qërov tani se boll natur prove neve se atje mund të ketë socialistë të ndershëm. E ti thon ti ke vështirë, nuk ta kemi borxh që të na nxjesh faqen tëre, nuk ta kemi borxh që të na vësh emrin hajdut. Mirë po, të tëra ta e ngjyen nga një çik gishtin, e futin lugën në çorë të prishur, edhe prandaj kjo situatë këtu. Se s'ka njerëz të ndershëm dhe burra shteti dhe gratë trime që ti thon stop, kush je ti? Zoti Islami, nëse gjykata kushtetuese vendos në favor të gjykatës posaçme, pra lë atë vendim gjykatës posaçme që sipas cilës Belinda Balluku pezullohet nga posti i zëvendës kryeministres, a është ky fillimi i fundit të vet Ballukut dhe a do të ketë ajo fatin e gjyshit saj në thonjza nëse Spaku shkon më tej? Jo. Edhe nëse gjykata kushtetuese do vendos në favor të gjykatës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, Edi Rama do ta çojë çështjen në Strasburg. Siç vate ju drejtua Komisionit Venecas. Ore, ai do t'i bëjë të tëra pislëqet me qëllim që se po dridhesin e përka në Shkop ai tash. Do t'i bëjë të tëra që të mbetet në pushtet. Prandaj unë nuk kam asnjë lloj mendimi dhe shpresë se mund të lëviz Edi Rama nga pushteti me këtë grup politik që ka në Parlamentin shqiptar. Zoti Islami, ashtu siç raportohet në media dhe konkretisht për ta sjellë këtu raportimin e gazetarit Basir Çollaku, bëhet e ditur se Turqia është distancuar nga ministria jon e mbrojtjes dhe konkretisht nga ministri i saj Piro Vëngu sa i përket ndarjes së informacioneve delikate apo sensitive apo raporteve që duhet të kenë dy ministrit. Në këtë rast ju si e cilësoni këtë lëvizje të Turqisë? Vendimi shkëlqyer edhe e përshëndes vendimin e Turqisë, sepse Turqia e di mirë që Piro Vëngu është shtetas grek i emëruar nga Athina në krye të Ministrisë Mbrojtjes së Shqipërisë. Zotëri, ne nuk kemi ushtri, ne nuk kemi Ministri Mbrojtje, ne nuk kemi asnjë gjë që të mbrohemi nga Greqia. Dhe Turqia, shtet 800 vjeçar, di mirë se ç'bën. Turqia nuk mund t'ia jap sekretet e saj Piro Vëngut, i cili në sekond i ka dërguar me emailin në Athinë te shërbimi sekret grek. Piro Vëngu është i grekëve zotëri, s'është i shqiptarëve.
Pirolëngu, se unë I them Pirolëngu aty, më falë, se do të them emrin që ka. Ai është I karagjos që po t'i vësh re dhe kur flet duke si kur qesh, s'ka pikën e seriozitet. Ky Kastile e Edi Ramës I sjellin të tillë njerëz në qeveri që të bëjnë politikën e Greqisë, Athinës. Sa I ka futur vetë këmbët e saj Greqia në politikën shqiptare, por edhe me lëvizjet e saj, përmendim këtu shpalljen non grata të gazetarit Artan Hoxha, I cili pason shpalljen non grata të gazetarit tjetër Marin Mema, por edhe I sër gazetarësh tjerë, por edhe nga ana tjetër vetë qasin që ka ndaj shqiptarëve dhe kryesisht ndaj atyre njerëzve që përpiqen të thonë të vërtetën. Athina ka 80 vjet ose 100 vjet që tallet me Shqipëri. Po veçanërisht këto 80 vjet të fundit Athinës I shkon ujit në mullit saj. Do t'ju jap një fakt, se flasë shumë dhe thonë Enveri ishte patriot Enver Hoxha, ishte adetare, ishte patriot, më të thash, Enver Hoxha gjysmën e Vjosës në derdhin e saj, ja ka dhënë Greqisë që furnizon liçenin e Janinës, gjysmën e ujit. Pra është një veprim jashtëzakonisht I dënueshëm nga të gjitha konventat ndërkombëtare dhe nuk ndihet njeri sepse atëherë ishte luftetor, dakord, tani nuk ndihen. Iku kjo. Vazhdojmë te situata e sotme. Zotëri, Athina komandon gjithçka në Shqipëri. Nga momenti që Athina ka Ministrinë e Mbrojtjes në dorë, që ka edhe Ministrinë e Jashtme në dorë, I ka në dorë të dyja, po ta them unë, Athina është zot vendi këtu. Dhe Edi Rama bën një për një gjithçka që I urdhëron Athina. Sot, se merdi fjala në shteg për Athinën, kam kërkuar drejtorit të zyrës së dokumentave të këtyre dosjeve, Altin Hoxha. Dhe I them, zotëri, dua të më vihet në dispozicion gjithçka është shkruar dhe thënë dhe bërë nga ana ime dhe nga strukturat e shtetit të çdo kohe për mua, që nga momenti që kam lindur deri sot e kësaj dite që flas me ju dhe pres përgjigje. Unë di vetë se si jam, u dal ballë për ballë shqiptarëve, të gjitha strukturave të shtetit shqiptar, I autorizoj publikisht të investojnë dhe të thonë çfarë ka për mua si zaqe Islami. Problemi edhe inati me mua është se unë jam kundër spionëve të Enverit që ka dërguar në Amerikë. Jam kundër atyre. Jam kundër atyre spionëve që vranë Mithat Frashëri. Po, të mbetemi te pjesa e Greqisë ku të sjellim në vëmendje pjesën e detit ku vetë kryeministri Edi Rama e ka çuar çështjen e detit me Greqinë në gjykatën e Hagës. Ju si mendoni pse Edi Rama ka ndërmarrë një lëvizje të tillë dhe çfarë pritet në këtë rast të ndodh me detin? Jo, nuk është normal nga Edi Rama, jo zotëri, jo. Ai është urdhri I Athinës. Na çoti neve në Hagë, se në Hagë kemi një zitan neve dhe marrim detin dhe me vendim gjykate. Këtë po bën Edi Rama. Kjo është strategjia që po bën. Të shkojë situata gjendja e detit në Hagë, ne detin e kemi të humbur po vajtëm në Hagë. Është ajo Hagë që na dënoi në 46-ën, që u vërtetua sot që s'është bërë aksidenti në tokën shqiptare, në pjesën shqiptare të detit, po është bërë në pjesën neutrale në Korfus, dhe ne s'presim gjë nga Evropa, por tallen me neve me kartën evropiane. Marrëm ligjin e luftës me Greqinë. Greqia zotëri nuk e heq ligjin e luftës. As e ka hequr as e heq. Dhe tallet dhe I kërcënon, vazhdojnë me prallën e Nasradinit se do të fusim në Evropë, po na lejoni dhe këtë, kanë bërë një plan që të ndryshojë përbërja harta legislative në Kurvelesh, të ja çojnë që nga Promonati e Ciane ku janë ato fshatrat andej sipas deklaratës së atij Belecit. Dhe tha, ne jemi 3000 vjet grek në himar, tha. Kjo është një politik jashtëzakonisht e shtrëmër, e armiqësore, kriminale ndaj nesh, dhe ngritja lejimi I 2 bashkieve në Finikë dhe në Dropull me kombësi greke është një lloj si këto që kërkojnë serbët në Kosovë. Pra, nesër pasesër duan ta shkëpusin jugun e Shqipërisë
dhe të japin Greqisë. Kjo situatë po përgatitet. Po vendosen emra grek, po vendosen janë toponimia e vendeve në jug të Shqipërisë është greke, po vendosen kryqe, janë ngritur kisha, po kisha në Memaliaj edhe në Tepeler, gjithësi. Atë janë të tërë betashi. Pra, këto i ka bërë Edi Rama me Sali Berishën edhe me Irmetën, kriminalët komunistë, tradhtarët e këtij kombi, bishat e kuqe, këta i kanë bërë, këta që shiten për pesas pra, këta janë. Zoti Islamit, kalojmë pak te opozita e cila po mban foltorët e saj përballë kryeministrisë dhe Berisha ka deklaruar ditën e djeshme se protestat e fuqishme do të vazhdojnë në vimësi. Përse protestat? Përse më thuaj, përse i bën? Po do rrëzoj Edi Ramën pra. Do rrëzoj Edi Ramën. Do rrëzoj me protesta me 20 veta që i vjen atje? Ja, po do ta rrëzoj, dakor. Atje është Edi Rama. Edi Rama sa që vjen ata protesta, vetë pina një gotë raki. Këtë bën. Çfarë thua? Po çfarë ato janë talli që u bë Sali Berisha mbështetësve të tij dhe mua më vjen keq, më është shumë keq për demokratët e mirëfillt, për njerëzit e ndershëm që kanë sakrifikuar, kanë 30 e sa vjet që vend pas mashtrimeve të Sali Berishës dhe akoma po i gënjen dhe ditë për ditë po i gënjen. Pse? Sepse Sali Berisha do që të jetë në krye të partisë, sepse duke qenë krye të partisë mendon se do t'i shpëtoj drejtësisë dhe ligjit. Ndërsa duke qenë qytetar i lirë, nesër e arrestoi. Pra janë, shiko, Sali Berishën e mbrojnë ata që e vunë në 90-ën. Sali Berishën e mbrojnë nga drejtësia ata që e solën dhe e vunë në krye të Partisë Demokratike në 90-ën. Duke u referuar ngjarjeve të viteve 90 dhe konkretisht 8 dhjetorit, si mendoni ku ndodhet Shqipëria që nga 8 dhjetori 1990 deri më sot, ku në atë kohë Berisha me lëvizje studentore, por edhe element tjerë të studentëve rrëzoi sistemin komunist? Zotëri, lëvizja studentore ishte e planifikuar dhe organizuar në mënyrë perfekte nga sigurimi i shtetit dhe nga Komiteti Qendror i Partisë Punës. S'ka lëvizje studentore. Se po të kishte lëvizje studentore me të vërtet, në radhë parë do ishin të tërë të përndjekurit politik atje. Po të përndjekurit politik ta zbatuan atë mbledhjen e Katovisës, orientimet e Katovisës, që do t'u japim nga një pashaport, do t'i nxjerrim jashtë shtetit, nuk do t'u japim prona, do t'i çojmë për gjykata, nga shkalla e parë në dytën, tretën e pastaj përsinë të parë, dhe ka 35 vjet që tallen me shqiptarët komunistët e përshtirë shqiptar. Pra, harroje se mund të ketë ndikim ajo protesta e ashtu quajtura e studentëve. Jo zotëri, komunizmi në Shqipëri e goditën ambasadat po. Kur ne hym në ambasada, atëre komunistët e pan keq dhe morën masa që të ulej mos kishte gjak deri, megjithëse nuk flet njeri për dëshmorin e parë të demokracisë. Asnjë nuk flet. Pra Artan Lenjën te 21 vjetori. Pse nuk flet ai plaku do zboru? Pse nuk e zën në gojë asnjëherë ai? Ose do marr me atë tjetër që u vet doj. Luraku si e kishte ai që do gjiveten në kohën e Sali Berishës. Sali Berisha kryeministër. Pra, ky është Sali Berisha, kjo është opozita. Jo zotëri, nuk janë antikomunistë. Janë të pakënaqur, interesatxhi, dallaveraxhi që kërkojnë të përfitojnë nga pushteti dhe për këtë hahen dhe me Edi Ramën. Pra s'ka opozit politike Shqipëria, nuk ka. Ka opozit hajdutësh. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj juve për ftesën. Më falni nga njerë sepse e ngrë zërin për çështje që janë me të vërtetë që më djegin, më dhëmbin. Mua më dhëmb ky vend. Kam sakrifikuar, pa e ditur që po që isha në mbrojtje në Greqi, po pa e ditur, unë e kam bërë detyrën siç e kam karakterin dhe siç jam dhe sot e kësaj dite. Ndaj edhe një herë nëpërmjet jush i drejtojmë autoritetit të dosjeve, ju lutem shumë të më japin të nxjerrin sa më parë gjithçka që është bërë për mua në Shqipëri. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.